Kosova po kalon një nga momentet më të rënda institucionale që nga shpallja e pavarësisë. Me zgjedhjet e 9 shkurtit, vendi po hyn në 100 ditën e dytë pa kuvend funksional dhe pa qeveri të re. Institucioni qendror i Republikës vazhdon të mbetet i paralizuar dhe kjo krizë politike po shoqërohet me një heshtje të frikshme të faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Albin Kurti po shfaqet i palëkundur në kërkesën e tij për të zgjedhur Albulena Haxhiun në krye të kuvendit, edhe pse nuk i ka numrat e nevojshëm. Ai ngulmon në parimin e votës së fshehtë, por harron se nuk është më në opozit, por njeriu që ka marrë mandatin për të udhëhequr vendin. Të besor se mund të bësh qeverinë në mos pjesëmarrje dhe kokfortësi është naivitet politik, por në korrektësi në një rajoni të mbushur me interesa të jashtme, është dhe një aventurë e rrezikshme. Opozita e shpërtalluar dhe media e kapur. Partitë opozitare në Kosovë që potencialisht mund të formonin institucionet me aleanca, nuk po arrin dot të krijojnë asnjë lloj kohezioni. Mungon vizioni, bashkëpunimi dhe guximi politik. Në të njëjtën kohë, media e cila duhet të ishte korrektive, është kthyer në zgjatim të tensioneve personale dhe propagandës politike. Analistët dikur bënin opozitë ndaj Kurtit, sot sillen si palë të ngulfuara nga kriza pas zgjedhjeve reale. Për shkallëzimi i qasjes europiane. Në arenën ndërkombëtare, gjuha e disa analistëve të rrymës italiane po bëhet gjithmonë dhe më agresive. Luciano Carcaloi, drejtuesi i revistës Limes, u shpreh se Kosova është një pseudo-shtet i drejtuar nga trafikantë droge dhe armësh. Të tillë qëndrime ndonse nuk përfaqësojnë linjën zyrtare të Italisë, tregojnë se në qarqe strategjike perëndimore ka ndryshim thelbësor në qasjen ndaj Prishtinës. Tashmë zëra si Caracalio nuk janë ekstremistë, por pjesë e deep state e europianit. SBA në heshtje, Gjermania në pritje. Zëvendësekretari i shtetit Christopher Landau u shpreh qartë se SBA nuk merret me sherrjet e brendshme të aleatëve, çka do të thotë se për Washingtonin Kosova nuk është prioritet për momentin. Ndërkohë vetë administratori gjerman ka dalë hapur, ndërsa qeveria e Berlinit, dikur protagoniste në rrozimin e strukturave të vjetra të Hashim Thaçit, sot nuk po tregon vullnet korrekt për zgjedhjet. Rreziku Bondesley dhe çështja strategjike. Një raport i mediave amerikane paralajmëroi mbylljen e disa bazave ushtarake amerikane në Europë, ndër të cilat dhe Bondesley në Kosovë. Edhe nëse kjo nuk realizohet menjëherë, fakti që përflitet është indikator se Kosova mund të mos jetë më pjesë strategjike e prioritetit amerikan. Nëse kjo ndodh, Beogradi, Moska dhe Pekini do të fërkojnë duart. Një shans i humbur për Kosovën. Albin Kurti nuk duhet të sillet si lider opozite në kohë qeverisje. Kosova nuk e ka luksin e krizave pafund. Mos konstituimi i institucioneve i jep legjitimitet narrativ anti-shqiptar dhe de facto e kthen vendin në një realitet të pamenaxhueshëm. Çdo orë e humbur në ngërç e çon Kosovën drejt periferisë së interesit perëndimor dhe në qendër të planeve ndarëse të fuqive të mëdha.